Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në një intervistë për Politico, ka kritikuar Bashkimin Evropian, me që sipas saj Brukseli zyrtar duket se nuk e sheh dhe nuk e ndjen progresin që ka bërë Kosova. Osmani në këtë intervistë ka thënë se Kosova nuk bën flirt me vendet të tjera të fuqisë keqdashëse si Rusia, Kina e Irani, të cilat i quajnë edhe si trekëndësh së keqes. Presidentja kosovare ka thënë se rruga integruese e Kosovës mbetet e bllokuar dhe sipas saj procesi i bazuar në merita për të cilën BE-ja flet aq shumë ende s'po në praktikë. Osmani ka përmendur edhe faktin që BE ende se ka shqyrtuar aplikacionin e Kosovës për të marrë statusin e vendit kandidat, duke thënë se ai ndodhet diku në sirtarët e BE-s. Antari i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxha, ka kërkuar që konventa e PDK-s e planifikuar të mbahet të hënën të shtyhet. Sipas tij, partisi duhet më shumë kohë që antarësia dhe delegatët të njihen me kandidaturat dhe platformat për zgjedhjen e kryetarit të ri. Hoxha i ka thënë se mbajtja e konventës në një afat kaq të shkurtër nuk garanton cilësi dhe as proces demokratik brenda partisë. Ai ka theksuar se PDK duhet të ofrojë hapësira për gara të hapura dhe transparente. Hoxha është shprehur se konkurrenca mes më shumë se një kandidati është e domosdoshme për demokracinë e brendshme të partisë. Një shqiptar 41 vjeçar ka vdekur derisa po mundoi të ndalonte një person që po vete paku në hollin në një ndërtesë në Brooklyn e më pas u sulmua nga i dyshuari. Policia u njoftua për sulmin në ndërtesën brëmjes së mërkurës, policët të gjatën burrin me plagë në kokë dhe u dërguan në spital në gjendje kritike. Viktima B.H, me origjinë nga Kosova, u identifikua nga familja, raportoi NBC. Ai vdiq në spital si pasojë e plagëve. Sipas banorëve, B.H punonte si mbikëqyrës i ndërtesës. Deri tani nuk raportohet për ndonjë të arrestuar. Dogana e Kosovës ka njoftuar se ka zgjestuar 324 pako me shampo të falsifikuara të markës tregtare, habi në përmbajtje prej 1200 ml. Në njoftim të doganës thuhet se produktet janë sekuestruar pas procedurave të kontrollit doganor, në ndyshimin se shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale të mbajtësit të markës. Pas verifikimit, thuhet se është konstatuar se mallat janë produkte të falsifikuara dhe mund të janë të rrezikshme për shëndetin, andaj si të tilla ndalohen të dalin në qarkullim të lirë. Dogana ka ftuar qytetarët që të janë të kujdesshëm gjatë blerjes së produkteve kozmetike dhe të raportojnë çdo dyshim për produkte të falsifikuara. Katër persona janë vrarë nga sulmi masiv i Rusisë në Kiev sot, kanë thënë autoritetet ukrainase. Të paktën 27 persona kanë pësuar lëndime, ndërsa ekipet emergjente u janë përgjigjur disa sulmeve, ka thënë kreu e administratës ushtarake në Kiev, Tymyr Tkakenko. Të paktën 430 dronë dhe 18 raketa u përdorën në sulm. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka thënë se sulmi kishte cak Kievin. Një sulm i kalkuluar posaçërisht për të shkaktuar sa më shumë dëme në civil, ka thënë ai. 15 persona u dërguan në spital, përfshirë një në gjendje kritike dhe një shtatzën, raportoi Associated Press. Është lëshuar paralajmërim edhe për mundësi të ndërprerjes së energjisë elektrike.